أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahun azza wa jalla falenderojmë salavat dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimi takon Allahut që na dha ymër dhe shëndet sot në këtë ditë agjerimi, të jemi së bashku në këtë shtëpi të Allahut azza wa jalla, duke lutur Allahun që çdo çast që e kalojmë së bashku në kërkim të dijes dhe diturisë së dobishme, Allahu azza wa jalla të në shoqëron me melaqët e tia, e të në lartëson gradat në dunjë e në ahiret, e të në shlyen gjunat e gabimet eventuale që i kemi. Të dashur vëllezër, sot do të vazhdojmë me pjesën kur Ibn Daghina, një kryetari një zonës në periferi të Mekkës, i thotë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, pasi që ja kishte mësy me shku për hijret për Abesini, i thotë Ebu Bekrit, ktheu në Mekke dhe adhuroj Zotin tënd, se unë do të marr ty nën besën time. Unë ty do të marr nën besën time, dhe i thotë do të vi në Mekke dhe derë për derë gjithë kryetarëve të fiseve të Mekës do të shkoj dhe do të tregoj se ti je në besën time pisot e tutje. Çështja e besës ka qenë e njohur në gadishtën arabik, dhe kur dikush ka pas me dikan ndonjë hasmi eventuale, nëse i treti ka dalë dhe ka thonë këtë e marr në besën time dhe nën mbrojtjen time, mos ka guxu askush atë njeri me prek, derisa të delaj përsëri të thotë se pisot e tutje kjo nuk është më në besën time apo në mbrojtjen time. Ibn Daghina erdhi në Mekë. U kthye edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu në Mekë. Dhe shkoi derë për derë te kryetarët e fiseve. Dhe ju tha, një njeri sikur Abu Bekri, i cili është tesar në mesin tuaj, nuk guxon askush që të dëbon të përzën prej Mekës, e as nuk guxojnë me kelit me elon që atë vetë me darë. Shifeni, Ibn Daghina nuk ishte musliman. Ama haberi i personalitetit të madh të Ebu Bekrit kishte mri gjithandej në gadishmën arabik. Dhe ky, si një njeri i drejt, si një njeri që e respektonte Ebu Bekrin si intelektual, vlerësoj se duhet me hy dhe me ndërmjetësu dhe me marë barën e përgjithësisë se Ebu Bekrit radhiyallahu anhu mbi supet e tija. Dhe me kelit i thanë, unanimisht, se s'mundeshin edhe me akthi fjalën Ibn Daghinas, se sikur se Mekka ishte një zonë e rëndësishme dhe zona ku Ibn Daghina ishte kryetar dhe prijesi i asaj zone ishte një zonë që Mekka lidheshte me atë pjesë shkaku i rrugtimit pin Yemen deri në Mekka apo pin Mekka deri në Yemen. Se ishte ajo gryka në cilën kalonin karavanat që udhtonin në këto dy zona dhe këto dy pjesë strategjike të gadishmit arabik të asaj koha. Atëherë me kelit thonë Ibn Daghina, veç një kusht e kimi prej teje. Të çfarë kushti keni jo? Të kushti jonë është që Ebu Bekri të mos vije të falet në Qabe. S'ka drejt mu falë në Qabe. Ai ka drejt mu falë vetëm në shtëpinë e vetë. Në shtëpinë e vetë tamam në të falet. Kjo është hera e parë që me kelit me leju namazin. Dhe me pranu si një formë adhurimi karshi Allahut azza wa jall. Dhe është hera e parë që namazi dhe biseda e namazit bëhet në nivelet më të larta të Mekës. Që suksesi i parë që arriti Ebu Bekri radhiyallahu anhu me fjalimin e tij që mbajti në brendit të Qabës, që shkaku i çatij fjalimit që të përfundoi i vdekën e Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe subhanallah, për sparjer në historinë e Mekelive, namazi bëhet diçka legjitime, por në brendit të shtëpive të besimtarëve. Në këtë rast konkretisht në brendin e shtëpisë së Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Që shumë
njerëzve ju hik si moment dhe si histori e rëndësishme dhe si fazilet e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu që e arriti kësoj arritjeje me një fjalim të vetëm që e mbajti në brendit të Qabës që normal e pagujti shtrenjt faturin ati fjalimi. Po subhanallahu guximi një besimtarit, insistimi i tij bën që ai të hynë në historinë e njerëzimit për një vepër dhe për një punë fisnike. Dhe me kelli thënë tamam. A deri shtash thoshin të vetmi që meritojnë të adhurohen janë Late dhe Uzza, ato idhujt putat që i kishin në Mekë. Për këtij momenti thonë tamam, s'ka problem, Ebu Bekri të adhuron Zotin e vet, ama brenda shtëpisë vet. Jo me dalë në publik. Thanë shkaku se në publik, shifeni çka thonë me kirit, e pranojnë. Shkaku se Ebu Bekri kur po falet në publik, falja e tij dhe leximi i tij po ju pëlqen grave dhe fëmijëve tonë. Dhe na s'kemi qef që me na ndodh gratë tona me na u bë besimtarë, fëmijët tonë me na u bë besimtarë, e pastaj me na u prish në verendi shtëpiat tona. Që këto pohojnë ndikimin e Kur'anit tek gratë dhe tek fëmijët që ka qenë do thotë që në fillimet e Islamit. Se leximi i Kur'anit ka pas ndikim pozitiv dhe Mikelit e kanë vërejt dashurinë e grave dhe fëmijëve të Mekës karshi Kur'anit. Dhe deri me ditën e sotit është ashtu e ditën se udhëzimi dhe ndikimi i Islamit te gratë është më i lehtë se sa te burrat. Se gratë ndikohen më shpejt, shkaku se janë më zemërbuta, shkaku se edhe gjenetikën ashtu Allahu a ka fal, janë më të buta dhe më lehtë dhe më shpejt do të zemrat e tyre ndikohen nga leximi i Kur'anit dhe nga fjalët e Allahut në përgjithësi. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e pranon këtë. Thotë e pranova, i vjen Ibn Dakin e thotë Ebu Bekr, unë ti të kam marrë nën mbrojtjen time, ama me një kusht. Tha Ibn Dakin, ti duhesh mu fal vetëm brenda shtëpisë tonë. S'ki drejt mu dal mu fal më në vende publike. Tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, e pranova. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu sa kthehej te shtëpia e vet, i kujtohet dhe i vjen një ide që shtëpisë vet me ja bashkangjit edhe një pjesë ku Ebu Bekri aty vetëm do të falet. Për dy arsye, para me pas vend mu fal edhe familjarët e vet, se na tregum se bashortja e vet dhe fëmijët çikat e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu e pranuan Islamin dhe fëmijët e vet. Ebu Bekri me pas vend mu fal bashkë me familjarët e vet dhe e dyta mos me i pengu Ebu Kuhafës i cili nuk ishte musliman. Nona e vet ishte muslimane, po edhe ajo e pranoi Islamin, ama baba e vet nuk ishte musliman. Dhe ai kështu mbeti si jo musliman deri në çlirimin e Mekës. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ndreq një dhomë, e veç mas enkas, vetëm për ta lutur Allahun e Madh. Ju kujtohet, ju pa ta tregu se baba i vet Ebu Kuhafe e kishte një dhomë të ngjashme kështu me puta dhe me idhuj që adhuronte Allahun në një pjesë veç mas nga shtëpia e vet. Me kelit nuk reaguan ato. Aty, kur Ebu Bekri e ndërtoi atë dhomë për ta lutur Allahun azza wa jall, dhe filloi që të falet aty Ebu Bekri të lexon Kur'an me zon, përsëri subhanallahu, afroheshin gratë e Mekës dhe fëmijët e Mekës, po edhe disa burra afroheshin afër mureve të shtëpisë së Ebu Bekrit që mas mureve me ndëgju leximin e Kur'anit. Subhanallah, ndonjëherë më kujtohet kjo ndodhi dhe ky rast për disa vëllezër tonë që Kur'ani lexohet, e ata lënë se nuk dalin bile në bord xhamis me bo muhabet, bëjnë brenda në xhami muhabet, lënë se ato vetë hupin se vapin, por plus bëhen sebeb që dhe hafizet me adallashit ajetet. Sa ti duhet vetëm një zonë me abo, vetëm qështu me abo,
I hik ajeti, i hik. Ai që din Kur'an përmend, e din se sa shpejt të hik ajeti kuranor, pastaj ki zot me lidh. Musliman e dim dhe e dojmë Kur'anin. Gjithë na elhamdulillah e dojmë Kur'anin. Dhe çaj Kur'an neve në ka sjell këtu, çaj dashuri ndaj Kur'anit na ka sjell këto. Po ndonjëherë habitemi dhe dashë vëzë duhet më këshillu. Dhe duhet më këshillu me pas kujdes që kur lexohet Kur'ani, që me ndëgju Kur'anin, me përfitu, vallahi vetëm më ndalë, ani se kupton. Vetëm më ndalë, vetëm pak më koncentru, me ndëgju ajetet që i lexon hafizit që i reciton. Vallahi kime pa se ndikon zemrën tonë. Kime ndihet veten ma letë, ma mirë. Andaj Allahu Azza wa Jalla për Kur'anin thot: "Shifa'un lima fi sudur", është ilaç për atë që njeriu e gjen në zemrën e vet. Na këtë zemra dë njeri kemi tranume me ndonjë mërzi, me ndonjë pikëllim, me ndonjë hall, me ndonjë telashe, me ndonjë llav dikush që na ka ranu, e dikan që i kemi ranu, dhe ajo prek në zemrën, njerëzimi. Kur'ani, kur të ndëgjohet ashtu siç duhet, ta largon atë breng, atë siklet nga zemra që e ki. Andaj, edhe nëse ndonjëherë neve na ndodh, këtë na habitemi, është e mirë që dikush me na këshillu. Është e mirë që na me zvete mu këshillu. Ai që e ka ma shok, ma dost, ja çon një mesazh telefon, ose ja ban me nishan, ose ja ban me sy dhe me hafizin lexon. Ndalu dhe ngoje. A disa njerëz 14 vjet e tepër s'di sa jam këtu imam, 14 vjet se një kumshti me ngu Kur'an në xhami. 14 vjet. Subhanallah, njëtit njerëzi, e njëti veprim, e njëti agjon, hafiz lexon Kur'an, ato që ti përjasht muhabet, nikon varë, nikon përmi varë. Unë nuk e di. Një ajet, kur mos me prek zemrën e dikujt, unë habitna. Kuti me konën e mshelt, karton, ka mu qelë, ka me ndiku diçka, do zbutet pak, kutia, kartonë, që s'ka as vesh as sy. Njeri, hiq kur mos mu ndiku, vallahi habitëm dë njëra. I njëti film, njëtit njerës, i njëti muhabet, me vite. Habitëm, sinqerisht habitëm, dhe më dhimbësën ata njerës. Janë vëllezër tonë, janë xhamati jonë, janë shokë tonë, ndoshta, ama çka është gabim, duhet me thonë se gabim është, dhe duhet na mu korrigju. Dhe asë njëre nuk është vonë. Shifeni, jo musliman me kelit, kër e kanë dëgju Ebu Bekrin të lexu Kur'an në shtëpinë e vetë kanë ardhë, janë ofru të muret e shtëpisë më sheft, se me kelit si kanë lonë. Oj, më sheft kanë ardhë, o vëllezër. Pse ju kanë diku Kur'anin në zemrat e veta? Ju kanë diku Kur'anin në zemrat e veta. Të një musliman, kur mos me ndiku Kur'anin? Valla, kjo është një situatë e mërzitshme që na duhet mu mërzit për njëri tjetrin dhe duhet të këshillohemi që ta përmirësojmë dhe korrigjojmë vetë vetën tonë. Me kelit u shqetësuan nga ky veprim dhe përsëri si mas preventive vendosën që Ebu Bekrin mos me leju mu falë të ajo dhoma e ndërtume, a babën e vetë e lejojshin mu falë të ajo dhoma e putave, babën e Ebu Bekrit. Shifë një standardi difisht, me botë një dhomë veç, me bo shirk mundet, me bo një dhomë veç, me falë namazin nuk mundet. Me falë namazin nuk mundet. Dhe kjo është një standard që sot e sot vazhdojnë. Për disa aeroporte botërore, mu mbledh i thartë një festë caktume, jashtë islame, mu mbledh 20-30 veta, edhe me kry një rit, një adhurim, një dua fetare në mes aeroportit, që reshton 20-30 veta, na ka ndodhur edhe mi pa, nuk ka problem. Bine vjen
i runë dikush që dikush mos t'i shqetësoje. Mu bo një musliman ose dy bashk mu falë, ai roja apo sigurimi shkon një gjun uja ati nuk e let falet. Që mos falë, shkon një gjun gjatë namazit, gjatë sejdës, apo vjen sigurimi i largon i shpërndan, thotë e ndalum ashtë. Mu mbledh dhe me bo organizime kolektive në aeroport, se protest janë të bo në aeroport. Ama të tjertë mu mbledh me bo një adhurim kolektiv, s'prish pun. Mu mbledh një musliman vetë mu që mu falen, kjo prish pun se e prish rendin e aeroportit. Regullori e aeroportit nuk e lejka që mu kry rrite fetare aty. Ajo nuk prish pun. Këto standardet dy fyshta i ka po njerëzimin. Dhe rangët i kanë shumë larg i kanë. Këtë pse u a thamë që të mos shqetësoheni e që në rastet tilla kur provokoheni mos bëjni gabim. Mos bëjni gabim. Se qëllimi final është me çti me bo gabim. Me çti me bo ndonjë gjest të pa kontrolluar në kështu me radhë e pastaj me ta bo ndonjë sherrë, ndonjë zez që mendja s'mundet me ta marrë që i kemi pa në të kaluarën se qëfar montajet në këtë drejtim dim me bo ata. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kur jerdhi Ibn Daghina, i tha Ibn Daghina, o Ebu Bekr, ose ki mu largu prej të shpia që i ki ndërtu për adhurim, ose tha une ka me tërhek besën që ta këmë dhonë ti, dhe do t'ju tham me kelive se mo pisot e në tonë ti nuk je në mbrojtjen teme. Dhe une nuk kam qef, tha Ibn Daghina, që me ndodh dhe me hin një histori dhe me marrë vesht arabt, se une dikan e ko marrë në mbrojtjen teme, e dikush atë njeri e ka prek. Shifeni, tha kjo është histori dhe zguzojnë me leju. A te, nëse vazhdojnë mu falë në shpijen tënde, dhe mu lutë me zonë të naltë, dhe nëse vazhdojnë thmit dhe gratë e Mekës më arë ty me të ndëgju, tha njëm i binur që ka me ndodhë dhe shka se me kelit merdhen dhe mu ankun. I tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, fa inni aruddu i lejke gjiwareke wa arda bi gjiwarillah. Subhanallah. Tha Ibn Daghina, tha më të takthitha besën pra. Dhe une shpresoj mbrojtjen e Allahut azza wa jall. Tha mos pritson ka me lona adhurimin, e lutjen teme e karshi Allahut azza wa jall, pse dikush ka qef kështu ose ashtu. Ma si kështu puna, tha unë ti po ta kthej besën që ma ke dhonë, mere prap, kallëzikit me kelive se unë mos jam në mbrojtjen tënde, tha unë pështetna në Allahun tëmë, ka ku shumë mbronë mu. Allah është ai cili ma jep jetën dhe ma merr jetën, as te, as me kelit. Tha, kthe prap, dhe Ibn Daghina e kreu prap besën e vetë që ja padone Ebu Bekrit dhe ju tregoj gjithë me kelive. Në momentin e parë që Ebu Bekri del në Qabe, dalin me ndjeletit e Mekës dhe Ebu Bekrit marrin dhej dhe i gjujnë në krye. Dhe i thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu, disa kalimtarve, El Walid ibn al-Mughira dhe disa të tjerëve i thot, a i në të pa qka të ba kjo njeri juf? I thonë këto Ebu Bekrit, ti vete lipe. Pse lipa unë e vetë, qka ju këmë bo atinve? Se ti të adhuru Allah. Dhe me këti ki bo krim, kështash, ki bo një vej për të keqe, që e meriton, kush shka të mërinje ty me të bo? Tha Ebu Bekri, ej Rabbi ma ahlemuke. O Zot, sa i mëshirshëm dhe i mirë që ndaj neve. Sa i urtë i mëshirshëm dhe i mirë që ndaj neve. 2-3 herë këtë dua dhe lutja e përsërit e Ebu Bekri radhiyallahu anhu, vetëm për me dhonë gajret vetë vetës, pas këtij nënçmimi që me kelit i abon Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Modestia e Ebu Bekrit dhe dija e tij. Aq e madhe ishte dija e tij e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, sa që kjo dije e madhe reflekton të edhe në modestin e tij. Që kur Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dikush ja parashtrike një pyetje, nëse Ebu Bekri nuk e dinte, e thonte fjalën e tij të njohur. Thoke,
eje ardhin tesauni au eje semain tudhilluni idha qultu fi kitabillahi ma lam yuridillah. Subhanallah. Thonte Ebu Bekri radhiyallahu anhu, çka va merr mendja? Në cëllën tokë kam mbet vend për mu, e cili qiell mua do të më mbulon. Me çfarë guximi mund të them unë diçka me cilën Allahu Azza wa Jall nuk është i kënaqur? Apo të them diçka që Allahu Azza wa Jall ashtu nuk ka thonë? E thotë këtë laf, dhe me ku ka me gjenë vend unë në këtë tokë, e ku do të gjej unë strehim nër këtë qiell, nëse marr guximin me fol diçka për Allahun që Allahu ashtu s'ka thonë. E që njerëzive duhet shpesh kjo fjalë me u shku ndërmend kur bëhet fjalë për fenë, për Allahun Azza wa Jall. Andaj jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm kur flasmi për fenë Allahut Azza wa Jall, kur flasmi për halalin, kur flasim për haramin, kur flasmi për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe për dinin e Zotit në përgjithësi, sepse ajo fe është e Allahut Azza wa Jall, nuk është as e jote as e jemja. Ebu Bekri radhiyallahu anhu në mesin e kabileve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dilke në tregjet ku bëheshin konferencat dhe takimet e mëdha të mekelive dhe takoheshte me fiset të mëdha, në fiset dhe në mesin e fiseve më të mëdha që takuan në këto tregje ishte edhe fisi Thuban ibn Tha'laba. Bishejban ibn Tha'laba. Shejban ibn Tha'laba. Shejban ibn Tha'laba në këtë takim që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, si prijes i këtij fisi ishte Mefruk ose Ibn Mefruk. Ibn Mefruku ka qenë i njohur në pamjen e tij dhe në diplomacinë e tij. E thot transmetuesët hyni Ebu Bekri radhiyallahu anhu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekri me të parën e vërejti se kush është kryesori atyre. Thot Ebu Bekri e pash një njeri të bardhë, të rregullum, të drejtum, edhe pse thot ishte i ulur pak më veçmas, jo në krye të vendit. Dhe thot Ebu Bekri, unë kur hyra u ula afër atij. Dhe aty zhvillohet një bisedë e mrekullueshme, e madhe e gjatë, që Ebu Bekri radhiyallahu anhu këtij fisit ja ofron Islamin dhe i thret në Islam. Dhe ato ja thonë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu një fjalë. Dhe rezume e tregimit, pasi që flasin 2-3 diplomat nga mesi i tyre, e që i tregojnë Ebu Bekrit se janë 1000 si fes, e i thonë na jemi 1000, po neve nuk është letë me na mund, por edhe nëse na mund, përsëri na çohemi në kom. Do të thonë janë temsile që arabt i kanë ato mohabetit e veta kur i matin, të na që themi kur i masin dhëmt, i masin forcat. E pastaj këto në fund i tregojnë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu se po na kam rrim neve haberi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por na kemi aleancë me Romën e Madhe. Dhe i thonë, nëse na me juve bëjmë aleancë, na prishet aleanca me aleatët tonë të mëdhaj. Dhe i thonë Ebu Bekrit, si doni na mujna me juve me bo një marrëveshje lokale këto, ama na me vazhdu me mbajt aleancën me Romën e Madhe. Dhe atëre ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të tregimit kështu: "Ara'aytum illam talbithu illa yasiran hatta yamnahakum Allahu biladahum wa amwalahum wa yafrishakum banatahum atusabbihuna Allah wa tuqaddisuna." I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka thoni ju nëse unë ju tregoj se në fund flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se gjatë gjithë bisedës Ebu Bekri e zhvillon bisedën. Në fund
u a thot këtë lafë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka do të kish I boju nëse unë shtash ju tham se për një kohë shumë të shkurt, për një kohë shumë të shkurt kini me sundu Romën, kini mi robru Romakët dhe apo bijat e Romakëve juve kanë muashtru Shtretnit dhe Sejadët, do të kanë me qenë shërbetor t'ju vash për qëllim, a do të kështi falëndru Allahu azza wa jall dhe do të kështi të lartësu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u a bën me dije dhe ju jep myshde, prandaj në Mekë hënës fillimet e Islamit, se ata nëse e pranojnë Islamin për shkurt vite kanë me qenë nga ata që kanë me e sundu Romën. Dhe ju tha atyre Nu'man ibn Shariki, Allahumma wa inna dhalika laka ya akha Quraysh. I tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo le të mbejtë ty o ti biri Qurayshitëve. Disa thonë se e ka në këtë konotacion, disa thonë se është konotacion negativ, dhe me këse ti së mund të shkur më arrit këtë o biri Qurayshit. Disa thonë se I ka thonën, nëse këtë e mërin ty të koftë ki sundim, nësë kemi nevoj për këtë. Por në dy verzionet, ky fis pra humbi këtë myshdet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që u ofroi si ofertë të cilën ata faktikisht e refuzun si pasojë me ndjelehtësisë së tyre. Sot fillojmë edhe me pjesën e hijretit të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Ky libër është I ndamë në 4 kaptina. Kaptinën e parë edhe pak kina me kry. Kaptina e dytë është janë betejat e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Kaptina e tretë është diplomacia e tij dhe e fundit është vdekja dhe momenti kur Ebu Bekri ja lën në dorë hilafetin Omerit radhiyallahu anhu. Ebu Bekri radhiyallahu anhu vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kërku leje për me bëj hijrat. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I thotë Ebu Bekrit, la ta'jal la'alla Allahu yaj'al laka sahiba. Thotë mos u goto Ebu Bekr. Se ndoshta ti Allahu ka me ta dhon një shok me shkuti bashkë në Medinë me atë. Dhe këtë transmeton Aisha radhiyallahu anha, bija e Ebu Bekrit radhiyallahu anha. Se gjatë gjithë kohës shumicën e këtyre haditheve ndodhisë të hijretit I transmeton Aisha radhiyallahu anha, që tregon se o kon shumë e vogël, po o kon shumë inteligjente, e cila ka ditë biseda shumë të mëdhaja me I kuptu manon e tyre dhe me kuptu rëndësinë e tyre që askujt mos mi tregu. Andaj thonë dietarët, tregimin e hijretit të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, e din Ebu Bekri me familjen e vet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe Aliu radhiyallahu anhu. Vetëm 3 persona. A Ebu Bekri radhiyallahu anhu e din me gjithë fëmijët e vet, e din edhe fëmijët e Ebu Bekrit. Andaj edhe Abdurrahmani, edhe Aisha, edhe Esma janë logjistika e hijretit. Pastaj thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë kishte zanat me na ardhë në shtëpi neve në sabah herët ose vonë mas darke. Thot Aisha radhiyallahu anha, në ditën që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu I dha izin me shku për hijrat, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi në shtëpinë tonë në pikë të drekës, që s'ishte zanat dhe tradit e tij që me na ardhë në shtëpinë tonë në këtë kohë. Ama mes rreshtave e kuptojnë lidhshmërinë të fortë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekrit, që çdo ditë janë pa mes vete. Dhe se e kanë ditë nëse vjen dikush sabah këtë kohë, apo në mbrëmje këtë kohë, e ka ditë familja e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu se kjo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hyri thot Aisha radhiyallahu anha në shtëpinë e Ebu Bekrit dhe I tha Ebu Bekrit, akhrij men indaka ya Ebu Bekr. Tha nxjerri robët e tu prej dhomës. Tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, innama huma ibnetaja
wa ma dhaka fidaka ebi wa ummi. Tha ja Resulullah, këto janë dy evlat të mi. Edhe këto dy janë gati me shku kurban për ti. Hiq fol dhe me rahat. Fol rahat dhe me kja Resulullah. Dhe Muhamedi s.a.s. e vazhdoi bisedën edhe para fëmijëve të Ebu Bekrit, pasi që në fillim i tha, nxjerrë jashtë. Se duhet me të tregun një mohabet shumë me rëndësi. Tha, këto janë evlat të mi, që janë hazër me fliu çdo sen për ty, ja Resulullah. Tha Muhamedi s.a.s. Inna Allahe qad azina li fil khuruji bil hijra. Tha Ebu Bekr, Allahu më ka dhënë izin me dal me shku me bëj hijrat. Se Muhamedi s.a.s. pa i ardhizni për hijrat nuk doli prej Mekës. Tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, es-suhbe ja Resulullah. Më një herë, tha unë tha me ti jam ja Resulullah. Ka me shoqënu ja Resulullah. I tha Muhamedi s.a.s. es-suhbe ja Ebu Bekr. Tha po, ti tha ki me ardhën me mu. Po tha, ti ki me ardhën me mu Ebu Bekr. Ebu Bekri radhiyallahu anhu i tregon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se i ka blet dy deve shumë të forta, shumë të shkallta, që i mban dikun tjetër e që i ka përgatit për udhëtimin e hijretit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekrin e angazhojnë Abdullah ibn Urejkit që ai atyve me ma shpjegu rrugën apo rrutën e udhëtimit prej Mekës për në Medinë. Abdullah ibn Urejkit ishte jo besimtar, por ishte njeri besnik, që e pagujti shumë shtrenjtë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. I dha pasurit e madhe që me o vizatu dhe me o planifiku rrugën më të sigurt prej Mekës për Medinë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abdullah ibn Urejkit u tregoi rrutën dhe u largu nga mesi i tyre dhe shkoi. Dhe Ebu Bekri ja jep dy devet Abdullah ibn Urejkit dhe i thot merri, pas 3 netëve, 3 ditëve kur të na vish të shpella thor që na thave, këto dy devet i kesh me vete. Ebu Bekri radhiyallahu anhu bijat e vet ja bëjnë hazër atë strajcën që themi atë nozullën e udhëtimit. Andaj dhe bija e Ebu Bekrit kur e shtin ushqimin atë strajcën, e pkut një pjesë të bishtit vetë që me bishtin e vetë me lidhë strajcën që ushqimi mos t'i derdhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë udhëtimit. Edhe që të mos i thahet. Andaj e mori epitetin bija e Ebu Bekrit Esma bint Ebu Bekr dhin në takim. Qika me dy bishta. Qika e dy bishtave. Sepse njërin bisht e preju që me qenë në shërbim të ushqimit të nduhet të hante Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit ti në shpellën Thawr. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e angazhon Abdurrahmanin, djalin e vet, i cili në historinë islame thuhet që ka pas memorje të fortë. Ka ditë mirë mi shpjegu ndodhit dhe ka ditë mirë më mshef. Ka pas të tre veçori. Ka pas edhe djalë tjetër Ebu Bekri, edhe 2 djemë tjeri ka pas. Dhe thamë 3 djemë e 3 vajza. Por ky ka qenë më i mpreht. Ka qenë më çakall për këtë punë. Që djali i vet ka shkuar në Saba, i ka ngu haberit gjatë ditës në Mekë, çka u fol për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ka memorizu mirë me gjitha detajet, në mbrëmje ka shku 3 net me radhë te Ebu Bekri radhiyallahu anhu me i tregu se çka kanë dëgjuar, çka folin Mekerit për Ebu Bekrin dhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë Ebu Bekri radhiyallahu anhu çobanin e tij e angazhon që 2 herë del dhe t'i kullot dhënë të vetë në atë vendin ku do të kaloje djali i vetë për me shku të shpella Thawr. Se ky shkonte kur shkonte linte gjurmë. Pasi që shkonte te Ebu Bekri, ky i shtonte dhënë me kullot me i humb gjurët e kamve djalit e Ebu Bekrit. Ky kur u kthente prap, ky përsëri i shtonte dhënë në atë zonë, që përsëri me hecin e turmës së dhënëve, duke kollot mi humb gjurmët e kamve të djalit e Ebu Bekrit, sepse dinte Ebu Bekri radhiyallahu anhu se me kelit kanë me lëshu flet arrest apo flet vrasje, urdhën vrasje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që edhe shpërblimin e shpallën se ja hape 100 deve
si cilët që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e sjell në Mekë të gjallë apo të vdekun. Neve na intereson këtu në këtë rast Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe angazhimi i tij dhe angazhimi i gjithë familjes së tij logjistik në mbrojtje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dikush do të thotë, po pse se përmend Aliun radhiyallahu anhu? Inshallah mas 4 vjetëve si t'jemi gjallë. Kur të vim te Aliu radhiyallahu anhu, kena me tregu ai çka ka bëu te shtëpia atje. Sa e veç vetmet. Kur të vjet dita e datë inshallah e tregojmë. Dhe kështu Ebu Bekri radhiyallahu anhu mbeti me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në shpellën Thawr dhe tregimin e shpellës Thawr inshallah dhe ndodhinë e detajeve do të tregojmë në ditën e nesërme, duke lutur Allahun që Allahu juve të shpërblej me të mirat e tij të panumërta, që zbukurut xhamin me prezencën tuaj. Zoti ju apranoft adhurimet, agjërimet, u apranoft çdo punë të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.